Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Kemi sjell këtu informacionet që gazetarët kanë përgatitur në disa prej gazetave të përditshme dhe disa portaleve online. Kanë sjellë mjaft tema të rëndësishme, të cilat sigurisht ngjallin debate dhe diskutime dhe midis vetë qytetarëve. Por në telefonin ton 045 620 601, unë juftoj që të sjellim këtu, jo vetëm në diskutimin mbi këto reagimet mbi këto tema që sjellin gazetarët, por dhe me gjithçka tjetër që gjykojmë të rëndësishme në realitetet tona në fillimin e kësaj dite të re. Është larguar qytetari që qëndronte në linjë për telefonatën e parë. Presim telefonatën tjetër në numrin tonë 045 620 601. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Ju lutem, flisni. Alo. Mirëmëngjes. Do flisni apo jo, zotëri? Presim dikë tjetër atëri që është gati për të folur. Ju kujtoj që ky është telefoni për të folur dhe jo për të heshtur. Është telefoni i zërit të qytetarëve si një element mjaft i rëndësishëm integral i demokracisë që kërkojmë të kemi. Vazhdojmë të presim telefonatën e radhës në numrin ton 045 620 601. Dhe i lutem atij që nuk ka gjë për të thënë, mos t'i bjerë këtij telefoni se na harxhon kot këto minuta. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Në kanë shtin dhe 1985, i kam bërë gjithë procedurët, në i caktuar lekët, lekës po na japin. Për çfarë bëhet fjalë? Për çfarë Në kanë prish shpinë, në kanë bërë para fabrikave. Edhe sa kanë dhënë asi lek, në caktuar lekët, në 2006, sa do i japim të tresmen, foti i ligje i s'na kanë dhënë asi kokër lek, si bot, kjo ka ndodhur në 1985, në thatë? Po. Është prishur shtëpia juaj dhe atje është ndërtuar një blok para fabrikatës? Po, kanë bërë para fabrikave. Dhe nuk keni të shpërblyer për këtë, apo ju kanë dhënë shtëpi ndërkohë? Jo, që na marrën me qera, na i shitën, jo blen, po lekë na kanë dhënë, na i kanë caktuar lekën 153 milion lek, pa do t'ju japim, bëni ato të bankës, i bëmë ato të bankës që do të kthejë, asnjë gjë s'na dhënë më apo. Kur ju është premtuar kjo? Sa vite ka? Që në 2006. Që në 2006, pra gati 19 vjet përpara. Po. Pastaj është anulluar ky vendim apo çfarë? Jo, foti i ligjit ai nuk e di, edhe nuk na i dha morë, sa për 5 vjet, theni ja 40% i jepja shtetit, thotë, ku kina të bëhë këto gjona, asnjë gjë. Është një procedurë për cilën jeni të paqartë, mbi të gjitha nuk po merrni atë që thoni që ju takon. Kalojmë në telefonatën tjetër tani, në bisedat të tjera me zërat të tjerë qytetarësh, në hapësirën që është dedikuar tërësisht zërit të qytetarëve. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Me kë flas? Mirëmëngjes, jemi drejt për drejt me publikun. Me bashkimin? Po, urdhroni, flisni. Flisni, zotri, publiku në dëgjon, dhe bisedat që bëjmë ne. Jo, e që në dëgjon e bashkimi po flet. Tani, po dëgjuat vetë në televizor, kështu do të ngatëroheni. Presim një telefonat tjetër, cili zbaton dhe disa kushte teknike për të bërë një bisedë normale. Urdhroni, mirëmëngjes. Ajo. Mirëmëngjes. Po, jemi tek ABC Newsi. Po. Urdhroni. Jam në Vlora, ka një problem tu. Po? Cili është problemi që do ndari me publikun? Vadi një 3 vjet, jam i lagja 4 rojnë, rruga Abbas Mezini, vadi një 3 vjet. Po? Që dali ujta të zërda, mbi rrugë që afnojnë 100 metra dhe në rëzvesh para altë të binjeri. Në qa zone të Vlorës thash, në Shalagje? 4 herojnë në rrugë Abbas Mezini.
rruga që vete për të Babat. Keni bërë problem atje në gjësi mendore? Po. Çfarë ju kanë thënë apo s'kanë lëvizur fare? As duan të dinë fare, as një lloj lidhje. Sa kohë keni që përballen me këtë problem? 3 vjet që përballen me një problem për të cilin askush nuk do t'ja di. Po kur ju erdhën tani për fushatën, janë ngritur këto probleme? Apo s'ju lanë të flisi fare? Mirë, po asë dhe një gjë. Nuk ju lanë të flisi fare në fushat, folën vetëm ata? Por që unë nuk duhet të di për shkak. Unë ju falenderoj që sjellni një problem nga qyteti Vlorës, vjen ky problem konkret në lagjen 4 dëshmorët, me 3 vjet përballen me ujërat e zeza, për të cilat është ngritur problemi vazhdimisht për këtyre, por siç thotë qytetari, askush nuk ka vënë ujë në zjarr. Urdhroni. Presim telefonatën tjetër. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Bashkim. Urdhroni, lutem, flisni. Sigurisht. Mirë. Po e flas këtu nga plazhi Durrësit, po bëjnë 3-4 vjet, as janë lyer do vijat e bardhës, s'kan ku të kaloj këmsorët, jo, flitet për turizëm e shumë, se thash, është faqja e zezë. Pra të mungon sinjalistika në rrugën e plazhit? Po, as fare ai thotë ja vijat e bardha s'ka fare, ka. Janë tretur. Ne jetojmë këtu, ka 3-4 vjet që janë lyer hiç. Qartë, unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju shqetësimin e banorëve të plazhit dhe të atyri që do të vinë në Durrës, që presin na vinë një numër i madh turistësh në qytetin tonë. Urdhroni. Mirë Bashkim. Mirëmëngjes. Saliu nuk i pranon zgjedhjet të Bashkim. Po ku ti bëhet vonë se nuk i pranon Saliu? Po ku ti bëhet vonë se Saliu nuk i pranon zgjedhjet? Kur i ka pranuar zgjedhjet? Një problem lind në shoqëri apo jo, kur opozita nuk pranon zgjedhjet. Kush i beson mo Saliu do Bashkim? Kush i beson Saliu Berishës? Saliu i 97-ës, Saliu i Gërdesit, Saliu i 21 janari, Saliu i Puqit që mori radio televizionin shqiptar në fatetën. Po kush i beson ti kriminali, më nuk i beson kush. As familja vetë nuk i beson, o Bashkim. Miropafshim bashkë, vazhdojmë me të tjerët. Kemi dhe mjaft minuta të tjera në dispozicion për zërat e qytetarëve. Urdhroni. Gjithmonë dikush përpiqet që të marrë minuta qytetarëve me heshtjen e tij, i bie telefoni dhe largohet në momentin kur duhet të flasi. I lutem edhe një herë të kuptoj që ky është një moment shumë i rëndësishëm për ata që kanë gjëra të rëndësishme për t'i bërë publike këtu nëpërmjet emisionit tonë të hapur. Urdhroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Jemi nga Vlora. Po, urdhroni. Kam një problem edhe do t'ua them juve. Po, mua dhe publikut, po. Kemi disa vite që na zbokor rruga nga Gjitoni. Po? Edhe ky ka rrethuar rrugën edhe një pjesë. Po? Fond publike. Ka hyrë në pronën publike dhe askush nuk ndërhyn për të hapur këtë hapësirë për të gjithë. Po, nuk po hapet rruga. Jemi ankoar në rajone, në bashkie. Çfarë ju thonë atje në rajon? Çfarë ju thonë në rajon dhe në bashki? Çfarë ju thonë në rajon dhe në bashki? Në rajon a thonë që nuk hapet, nuk po në hapit. E bashkia po në të tonë të uniku e të prapse dhe dinën në atje vërta Allah, nuk po në hapit. Si thonë ata, justifikojnë që nuk është tokë publike apo çfarë? Tokë publike është ajo, po nuk hapet se ka qenë në rrugë. Por e rruga ka qenë, po pse ka rrethuar kryetarëria, s'kan që bëjmë. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sillni këtë realitet të problematik nga qyteti Vlorës. Janë këto raportet në të cilat institucionet e shtetit nuk mbrojnë atë që është publike, por justifikojnë abuzuesit mbi të, del nga kjo bisedë e këtij qytetari. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dëshirojmë të flasim me bashkimin. Po urdhroni, bashkë po flasim dhe publiku po na dëgjon dhe këtë bisedë. Flisni ju. Alo, zoti Bashkim. Po flisni ju. Përshëndetje. Mos dëgjoni vetëm televizor, ju lutem uni zërin e televizorit ose largoni nga televizori, se ju pengon në bisedë, në komunikimin tonë. Po, ke shumë të drejtë.
Urdhroni, flisni tani. Flisni ju lutem. Po prandaj them do ju ngatroja gjë, prandaj flisni me mua si me një telefon të zakonshëm. Publiku na dëgjon në ekran. Shumë që më lidhe, po pavarësisht edhe shumë. Po flet në një tjetër ai. Tani kështu do të ngatroheni. Ne ngatrohemi me thënë drejtën. Unë është hera e parë që e marr. Po prandaj do të zbatoni këtë kusht, ndoshta do të largoheni nga televizori, mos dëgjoni atje, me mua forsi me një telefon të zakonshëm, ju lutem. Nëse do të vazhdojmë bisedën. Po, dëshirë kam të flash, po... Flisni pra. Kam folur në një herë, po gjithkohon jam... Po flisni pra. Presim dikë tjetër atëre që është pak më orientuar në mënyrë se si funksionon teknikisht biseda jonë. Urdhroni. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. E di pse mora ka 34 vjet po? Që flitet, flasi në televizor dhe nuk din rregullat e televizorit. Imagjino ti sa ashtu. Po mirë, nëse. Duhet flasësh televizor, mbyllë po ka njerëz që marrin për herë të parë dhe prandaj po çfarë për herë të parë, po edhe unë marr shpesh, po e di rregullin, e kam mësuar që në fillim. Po se ngelëm duke e thënë çdo emision për 30 vjet, po. Faleminderit, miru pas. Po faleminderit edhe juve që bëni këtë ndërhyrje. Kemi edhe 1 minutë kohë për një telefonat të fundit të shkurtër. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Bashkim mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Jo. Po. Kemi mbi 6 vjet që rrim pas timo burrë dhe çfarë bëhet kështu? Sa vjet? Paguajmë edhe qiran. E keni fjalën pas... Në kanë caktuar ka lagja re dhe s'po na japin. E keni pas tërmetit të problemin? Po, jemi nga ta tërmetit. Po, domethënë, pse nuk po hyhet në lagjen e re që ka mbaruar thonë jo? Po. Me sa di unë atje po punojnë tani për ambientin rreth. Jo, nuk punohet fare, se unë dje isha aty i pash. Po? Po pse s'na japin, pse ne paguajmë edhe qiran, unë jam invalid, s'kam pse ta paguaj. Qartë, pra një pyetje ti themi bashkisë. Tash na bëjnë zgjidhje për këtë, çfarë do na bëjnë? Po sigurisht. Do na lejnë kështu apo do na japin çfarë shtëpi? Unë ju falenderoj që ju sensibilizoni për këtë problem dhe ne bashkëm zërin me qytetarët dhe për të bërë pyetjen kur do të hyjnë qytetarët në ato shtëpiat e reja që janë ndërtuar, ata që shtëpitë e cilëve janë qytetarët e shtëpitë e cilëve janë dëmtuar nga tërmeti. Është një problem shumë i rëndësishëm i këtyre banorëve të Durrësit, të cilët paguajnë qera të papërballueshme në shumë raste dhe mezi presin ditën kur të marrin çelësat dhe të hyjnë në ato shtëpi. Është një problem emergjent, do t'i transmetojmë bashkisë së qytetit të Durrësit nëpërmjet zërit të qytetarit. Tani rikthehemi sërish në faqet e para të gazetave me një vështrim të shpejtë me titujt e tyre kryesor. Gazeta Panorama sjell titujt Qendra e masazhit. News 24 zbuloi folen e prostitucionit. Nis procedimi. Kush nuk paguan tatimet i bllokohet makina. Do të verifikohen dhe pronarët e automjeteve luksoze. Zbatimi. Sot rinis parlamenti aktual. Lëvizjet e grupeve të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, mesazhet e Peleshit dhe Bardhit për deputetët, agenda. Partia Demokratike gati për denoncimin e farsës zgjedhore. Peleshi kërkon pjesëmarrjen e deputetëve socialist në seancën e sotme. Fondet Gonxha në ministralin e procesit të Berlinit. Matura 2025, mbi 27.000 maturant në 4 provime. Në gazetën Panorama botohen datat e provimeve. Beteja vërtet e opozitës për 4 vitet e ardhshme është titulli një opinioni nga Rudina Hajdari. Nga Besnik Dizdari, Komtaria dhe Pseudokomtarja. Shenjat monumentale të artistëve Arben Bajo dhe Sadik Spahia vinë me një shkrim nga kostumografja Merita Totçila. Letrat e dashurisë, akuza për immoralitet, Çank ta plumba, minutat e fundit Ramizej Gjebres. E vërteta e letrës e Enverit 2 orë pasi e përshkatuan me 1944 janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf në faqen e parë titujt si u transferuan milionat e fituara prej Forex dhe bursave false nga Shqipëria në parajsat fiskale. Opozita shqiptare, fletët janë përdorur brenda vendit, mungojnë 60.000 vota të diasporës. Berisha, kemi laptopin e patronazhistëve. Prokuroria e Tiranës, fletët me votat e diasporës t'i hetoj Greqia. Meta për lobimet, SPAK të gjë ata që kanë mbajtur postet. Drejtësia e re, përplasja mes gjykatës së lartë dhe asaj kushtetuese. Ja akuzat që faktojnë zvaritjen e vakancave nga Zaçaj.
Kreu i Bashkisë Ermal Dredha. Këshilli Bashkiak me propozim shoqatës Labëria nderon me titullin qytetar nderi i Vlorës profesor doktor Kristaq Kumen. Niko Gjoni, kur gjyqja në Monizëm na tregonte për emigrimin në Greqi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, habiteshim, pasi kalimi i telave ishte ëndër. Pa fatin e qenve, shqiptarët enden pa shtëpi e çatim i kokë, ku 42% e popullsisë është në mjerim, teksa Fondi Shqiptar i Zhvillimit hap tender 5 milion euro për të ndërtuar hotel luksoz për qend me paratë e 100 fshatrave. Nga Elona Thomaraj botohet opinioni në Shqipëri komedia të bën të harosh hallet. Nga Klodi Stralla, 28 maj 1920, përfundimisht Korça i takon Shqipërisë. Dosje flet Drita Ivanaj, intervistuar me 20 shkurt 1974, si u desh të largoheshin pas pushtimit fashist, kur babai mbante postin e kryetarit të gjykatës së lartë. Janë shkrime që vinë në gazetën Telegraf. Gazeta Fjala, reagimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Berisha, nuk është urim për Ramën, por asgjësim i tij. Në faqen e parë të gazetës Fjala vijnë titujt e tjerë: Lobimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ilir Meta heq përgjegjësinë, pyes Timonikën dhe Brahim Llarët. Kosovës i bëhet thirrje të shfrytëzojë mundësinë e re në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Çështja sterilizimi, prokuroria kërkon gjykim për vjedhje me shpërdorim detyre. 29 maj 1453, Mehmeti II merr Konstantinopolën. Kruja reziston me Gjergj Kastriotin, është i shkrim nga Leonard Veizi. Ndeshja Shqipëri-Serbi, antiterrori në synë në Tiranë. Iglitare flet për herë të parë. Kam realizuar një ëndër shumë vjeçare, janë shkrimet që vinë në faqen e parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, të pathënat e arrestit të Metës. Pse Ilir Meta refuzoi transferimin në burgun e Durrësit, nga presidenti tek vllai që tradhtoi. Frika nga Durrësi, më fort se burgu. Lobi që e bëri djalin e vet dhe më pas e braktisi. Pas 24 orësh, nderi që i bëri opozitës ambasada Shtetet Bashkuara në Tiranë, është titulli një komenti në faqet e gazetës Dita. Pensionistët, zinxhiri i kaputur i kontrollit minon besimin të tregut farmaceutik shqiptar. Investigimi. Industria 100 milion euro e farmaceutikës vuan nga keq furnizimi dhe mungesa e kontrollit institucional, duke shtyrë gjithmonë më shumë pacientët shqiptar drejt kërkimit të medikamenteve nga jashtë. Historia, zbulohet misteri, jap se Rama tha më morën 500.000 euro për një aksident pa viktima. 11 maj dhe polarizimi toksik i televizioneve është një opinion që vjen në rubrikën votimet. Dosja sterilizimi, nuk do ketë gjykim të shkurtuar për Beqajn. Cilët janë 2 deputetët e listës së mbyllur në Tiranë që do arrestohen nga Spaku? Deklarata. Janë në tituj që janë në faqen e para të gazetës, titujt e tyre vinë në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Epoka e Re, Kosovës i bëhet thirrje ta shfrytëzojë mundësinë e re në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Forcat e sigurisë Kosovës po marrin pjesë me 1.000 trupa në ushtrimet e Defender Europe 25. Pse ka shumë zhurmë për një rast korruptiv, është një shkrim nga Hajdina Bazi. Organizata e veteranëve të luftës ushtrisë shërimtare të Kosovës reagon ndaj deklaratës së Trëndafilovës. Nuk ka rrezik për dëshmitarët në Kosovë. Gjykata speciale mund të funksionojë këtu. Janë në shkrime që vinë titujt e tyre në faqen e parë të gazetës Epoka e Re. Gazeta Panorama Sport, të huajt bllokojnë kryeqytetin. Partizani dhe Tirana mbahen peng nga vendimet e futbollistëve shqiptar. Në brendësitë e gazetës Panorama do të gjeni parashikimet për ndeshjet e sotme, si dhe mjaft informacione të tjera nga vendi dhe bota, nga futbolli, por edhe nga ciklizmi, gara. Rrethi 82 flet Shqip. Velia fiton etapën e tretë, janë tituj që vinë në faqen e parë të gazetës Panorama Sport. Dhe kemi si kështu disa për informacioneve më të rëndësishme në fillimin e kësaj dite të re. Këtu përfundojmë dhe për sot emisionin ton për të takuar sërish nesër. Bashkë mirupafshim.